Seanca fillestare në gjykatën themelore të Prishtinës për rastin e rezervave shtetërore nuk arriti të mbahej, për shkak se ministra në detyrë Rozeta Hajdari dhe avokati Irfan Lipovicës nuk u paraqitën në gjykatë. Ashtu siç ju kam informuar me datën. Ndonë se kjo apara kishte pranuar ftesën që të paraqitej në shqyrtim gjyqësor, të pranishëm në seancën gjyqësore ishin të akuzuarit e tjerë Irfan Lipovica, Hafiz Gara dhe Ridvan Muharremi, i cili u paraqit më vonë në sallë me pretendimin se ishte ngatruar atë. Gjyqësor kërkojmë falje, po kishëm informat poshtë atje numër 14. Avokati Ridvan Muharremi parashtroi kërkesë që të deklasifikohen dokumentat sepse sipas tij ato nuk mund të përdoren për gjykim pasi që kjo është vepër penale. Rasti rezervave shtetërore ishte klasifikuar si sekret shtetëror me nënshkrimin e Albin Kurtit. Për këtë arsye, Rozeta Hajdari kishte refuzuar edhe të dëshmojë pranë prokurorisë speciale. Kujtojmë se Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj ministres në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, ish zëvendës sekretarit Irfan Lipovica dhe drejtorit të Departamentit për Rezerva Shtetërore Hafiz Gara. Ata akuzohen për veprat penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe zbulim të fshehtësisë zyrtare në rastin e njohur si rezerva shtetërore. Pra, sipas prokurorisë, ata kanë keqpërdorur detyra zyrtare duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në vlerë për miliona eurosh përmes një procesi të mbyllur të kundërligjshëm dhe të favorshëm për palë të caktuara. Për ndihmë në këtë vepër penale po akuzohet edhe afaristi Ridvan Muharremi, i njohur si Ridi. Sipas akt akuzës, në vitin 2022, qeveria e Kosovës kishte ndarë 10 milion euro për blerjen e produkteve esenciale, grur, vaj dhe sheqer për rezervat shtetërore. Por këto mallra u blen duke u shmangur procedurës së hapur të prokurimit dhe një sasi e tyre kur nuk erdhi në Kosovë.